që secila grua bën shumë ma shumë se që pritet ndoshta edhe prej saj nganjëherë. Edhe kur t'i shoh fëmijët e mi që tashmë vajza në shkollë t'mesme, djali në klasë të 5, edhe shoh se çfarë inteligjencë emocionale kanë zhvilluar, gjë që i mungon ndoshta gjeneratave edhe tona nganjëherë, prej shumë njerëzve me të cilët jam në kontakt edhe në komunikim, unë që aty ndoshta m'ka ndodhur që jam ul edhe kom thonë, kemi bo punë të mirë unë edhe burri me fëmijët. Kemi mbri me i kriju 2 individ të mirë të kësaj shoqënie. Ka komente që, mos i bë shumë të mirë, mos i bë shumë të urtë se është një shoqëni e egar jashtë, mujnë me u lëndu, po unë prap besoj që shoqënia gjithmonë ka nevojë për njerëz të mirë, njerëz të urtë, njerëz që dinë me menaxhu gjithçka rreth vetes me një farë qetësie dhe me një farë inteligjencë emocionale që ja lehtëson ndoshta edhe ndërveprimin mas nej në rrethin ku ata rriten dhe ku kanë me vepru në të ardhmen.